Në Shqipëri, fluksi i remitancave është dyfishuar gjatë dekadës së fundit, si pasojë e rritjes së emigracionit dhe investimeve të shqiptarëve në pasuritë e paluajtshme. Në një analizë të publikuar nga Visual Capitalist, të ardhurat e emigrantëve në Shqipëri përbëjnë rreth 8.4% të prodhimit të brendshëm bruto. Niveli i tyre mbetet dukshëm mbi mesataren botërore, e cila është vetëm rreth 0.82 e PPB-s. Eksperti i ekonomisë Elvin Meka sqaron se rreth 60% e parave mbetet një burim i rëndësishëm për konsum dhe stabilitet financiar të familjeve. Vijon një pjesë më e madhe, pra po themi e totalit dërgesave të emigrantëve, vazhdon të financojë konsumin të përditshëm të familjeve, pra duke llogaritur jo thjesht moshën e tretë, pensionistët, por edhe familjarë të tjerë të cilët vazhdojnë të jetojnë në Shqipëri, pra nuk është një prerje me thip, ka përshtypjen që vijon paktën mbi 55-60% e këtyre dërgesave të emigrantëve vijon të financojë konsumin e përditshëm dhe është rritur pjesa që shkon për investime. Pra flasim gjithmonë në pasuritë të paluajtshme. Gjatë 3 viteve të fundit, niveli i remitancave në vend është rritur me 20%. Pavarësisht zhvillimeve të fundit të sistemeve të transfertave, Meka sqaron se një pjesë e madhe parave vijnë kesh nga vetë emigrantët. Vijon që pjesë më të madhe ta zëri transporti personal, pra në momentin që emigrantët së të afërmit e tyre shkojnë ose vinë, kthehen atje, sjellin një pjesë të konsiderueshme të tyre në cash. Duhet kalojnë disa kohë ku sigurisht ta operator të transferat të shpejta do të vijojnë të mbajnë peshën kryesore për sa i përket kanaleve zyrtare, më tej pastaj me ofrimin edhe të shërbimeve të tjera nëpërmjet SEPA-s. Prej tetorit të vitit të shkuar, Shqipëria u bë pjesë e sistemit SEPA, zonës unike të pagesave në euro. Qytetarët shqiptarë mund të dërgojnë dhe të marrin pagesa në euro me tarifa më të ulta dhe në kohë më të shpejtë, por ekonomisti shpjegon që mungesa një llogarie bankare i përjashton shqiptarët nga ky përfitim. Në nivel global, vendet më të varura nga remitanca dominohen nga ekonomi të vogla ose me mundësi të kufizuara punësimi. Taxhikistani kryeson listën ku remitancat arrin pothuajse në gjysmën e ekonomisë kombëtare, pasi renditen Libani dhe Nikaragua.